Këto pamje tregojnë sekondat e fundit të autorit Shefën Ziçi me çifte në duar teksa ecën për të qelluar drejt bashkëshortes. Hetimet e policisë së Shkodrës janë përqendruar tek xhelozia si motivi kryesor i vrasjes së 55 vjeçares Bardhe Ziçi. Viktima u ekzekutua nga bashkëshorti i saj 62 vjeçar të ende në Shkodër në pragun e shtëpisë. Për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike, autori të ende nuk i është marrë dëshmia, por AVC News ka mësuar se mes çiftit ka patur vazhdimisht debate. Bardhe Ziçi, e cila kishte 2 fëmijë me bashkëshortin e saj, kishte shprehur dëshirën për të jetuar në Kanada tek i biri, nisur nga provat e administruara deri më tani përfshir filmike dhe dëshmitë e mbledhura. Policia vjonte hetoi xhelozin si motivin kryesor të krimit. Ngjarja e rëndë ndodhi mesditën e 9 korrikut në Unazën Lindore të Shkodrës. Pas debatit në dyqanin ushqimor që administronin pranë shtëpisë, 62 vjeçari mori armën e gjahut dhe qelloi ndaj bashkëshortes në pragun e shtëpisë. Sipas hetimeve, 55 vjeçaria tentoi t'i largohej për të shpëtuar ndaj sulmit, por nuk arriti t'i mbijetojë plagëve të marra. Të afërm dhe banorë të zonës i përshkruajnë si njerëz të qetë, pa konflikte të njohura më parë, ndërsa vrasja tronditi opinionin publik.